Kryeministri Edi Rama Bashkimin Evropian e shikon si mundësi që Europa të bëjë punën dhe të garantojë zhvillimin që shefi i qeverisë nuk e bën dot vetë, ndërsa Bashkimi Evropian e cilëson procesin e integrimit si një proces reformash për mirëqenie ekonomike dhe sociale të qytetarëve, por Edi Rama është një mundësi pasaporte për të larguar nga vendi apo një ark kursimesh për milionat e munguara në vendin tonë. Me pasaportën europiane, fëmijët shkojnë studiojnë si student europian, njësoj. Ti shkon atje dhe je qytetar europian. I duhet Shqipërisë pasaportë europiane, se në momentin që futen në Bashkimin Evropian, kemi dhe një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian. Në gjithë këto vite, në total, kemi marrë nga Bashkimi Evropian një mbështetje 1 miliard, diçka më shumë se 1 miliard. Me futjen në Bashkimin Evropian është viti më shumë se 1 miliard. Por Edi Ramën integrimi në Bashkimin Evropian është i vetmi premtim dhe program që po shpalos në këtë zgjedhje, ku pas 12 vitesh në pushtet nuk ka një bilans dhe nuk jep dot llogaridhënie për situatën në cilën ndodhet vendi.